Të gjitha shoqëritë njerëzore kanë të nevojshme të justifikojnë pabarazinë e tyre. Por atyre u duhet të gjetur argumenti apo arsyet sepse përndryshe strukturat politike, ekonomike dhe sociale që i mbajnë këtë lloj pabarazish menjëherë shomben. Një gjë duhet ta kemi të qartë. Ideologjia e sotme nuk është më e mençur se sa ideologjia e kohës së kaluar, këtë e thon filozofët. Në fakt, ky është njëri ndër thelbet, le themi, që trajton në librin e tij më të fundit profesori francez i ekonomist Thomas Piketty, të cilin unë kam shumë dëshirë dhe pasion ta flas për të. Para disa vitesh kam bërë një, le themi, koment së bashku me profesor Adrian Civici në rubrikën e librit për librin e tij të parë, Kapitalizmi i shekullit të 21. Sot ne do të trajtojmë librin e tij të ri, Kapitali dhe ideologjia. Çfarë të reja sjell në 2-3 fjalë, le themi, brendia e këtij libri të stërmadh, profesor, i Thomas Piketty? Ky libri i dytë është vijimi i parit, Kapitali në shekullin 21, i cili ishte një analizë dhe grumbullim të dhënash kryesisht historike për mënyrën se si ishte grumbulluar pasuria në nivel botëror. Libri i dytë shkon akoma më tej dhe përpiqet të shpjegojë dhe të analizojë se kush është shkaku i pabarazisë së rëndë sociale, kush është shkaku i varfërisë dhe shkaku i pasurisë ekstreme. Dhe Thomas Piketty arrin në konkluzionin që justifikimi i pasurisë dhe justifikimi i pabarazisë nuk vjen thjesht dhe vetëm nga faktorët e tregut lirë apo nga faktorët e modernizimit teknologjik, por ka një bazament dhe ka një shpjegim politik dhe ideologjik. Pra, në analizën e tij shumë të gjatë dhe shumë të hollësishme, ai tregon se si, duke filluar nga feudalizmi dhe deri më sot këtë hiperkapitalizëm, siç e quajnë ai, çdo rend ose çdo shoqëri ka krijuar një mekanizëm ideologjik dhe politik për të shpjeguar mënyrën si funksionon sistemi, si shpërndahet pasuria dhe pse krijohet varfëria. Dhe konkluzioni kryesor i tij është që nëse ky lloj arsyetimi politik dhe ideologjik bie, atëherë edhe sistemi me cilin është ngritur dhe funksionon krijimi i kësaj pabarazie dhe krijimi i kësaj pasurie ekstreme, dhe ai bie. Dhe libri mbyllet në disa argumenta, disa konkluzione të autorit, i cili kërkon në radhë parë krijimin e një, nëse mund ta quajmë rendit, një demokracie sociale pjesëmarrëse, pra kërkon që shpjegimi i ri, ideologjik dhe politik, të mos bazohet thjesht në tregun e lirë si diçka absolute, të mos bazohet vetëm dhe thjesht në pronën private si diçka e shenjtë që nuk mund të ndryshohet, mos bazohet vetëm në shpjegimin meritokracisë, pra gjitha ato shpjegime të shkollave liberale ekonomike që tregojnë që pasuria e madhe vjen si rezultati meritës që kanë disa njerëz, që janë më të ditur, më të zotët, dinë zotrojnë kapitalin, dhe për këtë arsye fitimi i madh është në një farë mënyre shpërblim që shoqëria i bën për shërbimet që ata bëjnë, po kërkon që të rishihet në një këndvështrim krejt tjetër, qoftë ideologjikisht, qoftë politikisht. Ta vendosim pak librin në këtë kontekstin ku ne jetojmë, le të themi të epokës në cilën jetojmë, ku pabarazia është një çështje problematike dhe ka shkaktuar shumë, le të themi, edhe protesta në Europë kudo dhe kudo në rang global. Si mundemi ne, ose çfarë mënyrash jep Thomas Piketty për ta minimizuar, për ta, le të themi, lehtësuar këtë lloj pabarazie që ka marrë përmasa në këtë shekull të ri? Po, gati gjysma e librit i dedikohet pikërisht kësaj pyetje dhe kësaj dileme shumë të madhe, sepse sot jo vetëm në vendet e varfëra dhe ato në zhvillim, po sidomos në vendet e pasura, diferencimi për sa i përket pasurisë dhe pabarazia sapo vjen dhe po bëhet gjithnjëherë më e madhe. Pra, siç e përmendë edhe Piketty, të pasurit po bëhen gjithnjë më të pasur dhe më shumë të pasur, dhe të varfërit po bëhen gjithnjë më të varfër dhe më shumë të varfër. Për këtë arsye ai propozon disa masa, të cilat i ka në një farë mënyre treguar dhe në librin e parë, po dhe në gjithë aktivitetin publicistike dhe shkencor që ai debatin publik ku ai merr pjesë. Ai propozon krijimin e një shoqërie që ai quhen socializmi pjesëmarrës ose demokracia sociale pjesëmarrëse, i cili ka disa elementë që mund të funksionojnë. Në radhë parë,
propozon një sistem taksash të lartë, sidomos për pasuritë e mëdha, për pronat dhe për fitimet shumë të mëdha. Një sistem taksa që shkon deri në 90% të këtyre fitimeve. Sepse argumenton që këto fitime kaq të mëdha nuk vinë vetëm nga meritokracia, po vinë pikërisht nga shpjegimi ideologjik dhe politik që ne kemi bërë sistemit se si funksionon. Kur thot për demokracinë pjesëmarrëse, nënkupton një pjesëmarrje më të gjerë të gjithëve në modelin dhe në format e zhvillimit dhe pikë e tij propozon që të ardhurat që vinë nga ky taksim i fitimeve ekstra ultra të larta apo pronave shumë të mëdha, të mund të krijohet një kapital i domosdoshëm për të shpërndarë në mënyrë të barabartë. Dhe ka një propozim shumë interesant që qeveritë duhet bëjnë gjitha përpjekjet që të paktën për gjithë kategorinë e të rinjve të moshës 20-25 vjeç të mund të dhurojnë apo të japin një kapital fillestar që ata të futen si më të barabartë në gjithë aktivitetin ekonomik. Natyrisht ai e propozon për kushtet e Francës ose vendeve të zhvilluara, po propozon një shumë prej 120.000 eurosh për çdo të ri në 25 vjeç, që të ketë mundësi të fillojë një biznes apo të fillojë një aktivitet në kushte më të barabarta. A është aplikuar ky model, profesor? Në ndonjë shtet? Nuk është aplikuar. Ka elemente ngjashëm që edhe pikë e tij i merr si shembull, sidomos në vendet nordike, modeli suedez ose vendet veçanta që kanë filluar të aplikojnë elemente veçantë, po akoma nuk është një gjë që ka fituar si thosh drejtën e qytetarisë ose dominuese. Këtë në fakt kisha si merak. Ndryshe nga vitet 80-90, lufta për barazi, sipas Piketis, besohej apo mendohet bazohet tek arsimi dhe tek edukimi. Ndryshe jo tek shenjtëria e pronës, siç neve kemi këtë ide. Më pëlqen kjo, por nuk e di se sa e mundshme është për të realizuar. Çfarë vështirësish ka? Kjo është një tezë që tani elaborohet shumë dhe pothuajse të gjithë janë të qartë që niveli i arsimit dhe ai që quhet kapitali social edhe intelektual është një nga faktorët më të rëndësishëm që kushtozojnë zhvillimin ekonomik dhe social të çdo vendi. Pra, jo vetëm e drejta për të arsimuar, po dhe e drejta për të arsimuar cilësisht në funksion të gjithë kompetencave dhe gjithë zhvillimeve të reja që ka. Dhe sa më e arsimuar të jetë një shtres apo një klasë e caktuar, një kategori sociale, po në këtë rast kategorisë më të gjerë sociale të gjithë atyre të rinjve që duhen të arsimojnë, aq më tepër niveli i arsimimit i ndihmon ata që të integrohen më mirë në tregun e punës, të punojnë në punë të paguara më mirë, pra të dalin nga varfëria nëpërmjet arsimit dhe cilësive profesionale dhe jo thjesht ndjehet keqardhje në nivel politik që nuk kemi çfarë të bëjmë se ky është sistemi dhe pikërisht varfëria është një lloj mënyre justifikimi i ingranazhit të sistemit, sidomos hiperkapitalizmin siç e quajnë Piketija sot. Faleminderit që ishit një profesor me gjithë shpjegimet e duhura mbi teoritë e Thomas Piketty të librit Kapitali dhe Ideologjia. Piketty në fakt është nga zërat më autoritar edhe më cilësor në këtë debat kaq të madh dhe kaq të mpret publik dhe botror që zhvillohet sot për një nga fenomenet që quhet një nga plagët më të mëdha të kapitalizmit bashkëkohor, siç është diferencimi social, shtimi i varfërisë dhe polarizimi i pasurisë. Faleminderit.